Studimet për ekonomi dhe financë nuk ja zbehen pasionin për letërsinë, përkundrazi, ajo mbetet një prej dashurive të saj. Autorja Rea Ambrahysa zgjolli qendrën rinore Atelier për promovimin e 4 librave: Lady D, Dashuri në kohë koronavirusi, një dekadë dashurie, si dhe libri më i fundit, Luftë dhe Trëndafila. Kjo novel flet për një gamë të gjerë temash mbi dashurinë e shtruar paralelisht me një dramë familjare, e cila ka rrënje të thella të një dashuri sublime, siç është ajo prind-fëmijë. Për të shkruar këtë vepër, autorja është inspiruar nga ngjarjet vërteta të ndodhura gjatë luftës Ukrainë-Rusi, andaj dhe ndjeshmëria gjatë procesit të shkrimit ka qenë e madhe dhe njëkohësisht sfiduese për të. Zakonisht libri i fundit është ai që është më i përzemërt edhe më i dashur, ai që kam më afër zemrës, është ndjesia më e freskët, por realisht nuk mund t'i ndaj, që nga vëllimi në poezi që është libri i parë Balada e Bardhë, janë shumë afër zemrës time dhe shumë të dashur që të gjithë, dhe jam shumë mirënjohëse që kam mundësinë që sot të promovoj të gjithë rrugtimin tim artistik. Target grupi edhe fokusi lexuesit e librave të mi janë kryesisht të rinjt dhe adoleshentët. Kam pasur shumë shpesh takime, i kam promovuar edhe në media, edhe në qytetin tonë, sigurisht. Megjithatë, sot në bashkëpunim me shoqatën e shkrimtarëve, dëshironim që t'i përcjellim gjithë librat së bashku, duke qenë se unë jam autore e re dhe jam në hapat e parë të këtij rrugtimi, me shumë modesti dëshiroj që t'i përcjell pranë lexuesit. Ka prirje për me shkruar prozën, ka aftësi, domethënë me shpalos narrativin e saj, ka edhe po them unë përshkrime, ka personazhe, ka digresione dhe përgjithsisht është një autore që premton. Është drejt një, po them unë, pjegurie të plot dhe ka për të qenë një prozatore, po them unë, premton me kanë e suksesshme dhe mu bëj e njoftun. Kjo formë promovimi dhe bashkëbisedimi synon të sjellë më afër lexuesin me krijimtarinë letrare të autores, si dhe të nxjisë diskutimin dhe frymën kulturore të komunitetit tonë.